Pes shtetas shqiptar, 2 gra dhe 3 fëmijë janë riadësuar nga Siria pas vitesh të izoluar në zonat e konfliktit dhe në kampet e vendit arab. Mes të riadësuarve janë 3 të mitur dhe një grua 79 vjeçare, Hajrie Taushani, e cila kishte udhëtuar drejt Sirisë vite më parë pas humbjes së djalit të saj, i larguar për t'u bashkuar formacioneve të ISIS. Pas rënjes së strukturave territoriale të ISIS, 79 vjeçaria Angel Basani kaloi një kohë të gjatë në kampin Al-Hol, më shumë se një dekadë në kushte të vështira jetesa, duke u kujdesur për fëmijët e mitur. Bashkë me të është riadësuar edhe mbesa e saj 17 vjeçare. Operacioni i riadësimit vullnetar përfundoi me 26 gusht si rezultat e një pune të gjatë koordinimi mes institucioneve shqiptare dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, ndërsa 5 të riadësuarit kanë udhëtuar me avion nga Siria në drejtim të Stambollit dhe më pas me avion në Tiranë. Sipas Ministrisë së Jashtme, të riadësuarve do t'u ofrohet asistencë menjëhershme dhe do t'u kryen vlerësime shëndetësore dhe psikosociale. Ministri i Brendshëm Lamallari deklaroi se institucionet shqiptare do të vijojnë përpjekjet për kthimin e të gjithë shtetasve shqiptar që ndodhen ende në Siri, ndërsa kryeministri Edi Rama thotë se ky është një detyrim njerëzor dhe shtetëror. Përgjatë viteve të fundit, 39 persona janë riadësuar nga kampet Al-Hol dhe Roj drejt Shqipërisë në kuadër të operacioneve të organizuara nga qeveria shqiptare, kryesisht gra dhe fëmijë. Nga listat që disponon Shërbimi Informativ Shtetëror dhe Antiterrori, raportohet se në Siri janë ende më shumë se 35 shtetat shqiptar, nga të cilët 17 janë fëmijë.